Një ditë tha pejgamberi alayhis salam, besimtari është si palma, pemë e hurmës, druri. Pse pejgamberi e përngjasoi besimtarin me palmen? Sepse ata që kanë njohuri palmen, njeriu ka mundësi me shfrytzu frytet e saj, lëkurën e saj, trungun e saj, gjethet e saj, pothuajse çdo përbers i palmes ka dobi prej tij. Kështu do të më qenë besimtari. Na shpesh herë llogarisëm një besimtar i mirë është ai i cili 5 herë në ditë vjen në xhami i fal 5 kohë namaz. Kjo është një prej elementeve, një prej dimensioneve të besimtarit mirë. Po besimtari i mirë është kur ai atë që e ka marrë në xhami e reflekton jashtë xhamisë. Pejgamberi shpesh herë tha njerëzve, shokëve të tij, besimtarëve tha, njëri për rast, një njeri erdhi te pejgamberi, sa pejgamberi tha ti shërbesh dikujt. Shikoni kush është besimtari i mirë. Ti shërbesh dikujt tha. Është tha më mirë se sa të rrish një muaj duke adhuru Zotin në xhamin time. Mi shërby dikujt në forma të ndryshme. Tha është më mirë se sa me qëndru një muaj itikaf izolim në xhami duke adhuru Zotin. E dini se në xhamin e pejgamberit një namaz me falë është e barabartë me 1000 namaze. Krahas kësaj, pejgamberi alayhis salam e llogariti se kur ti shërben tjetrit, pa marrë parasysh tjetri a është musliman apo nuk është musliman. A është njeri apo është qoftë edhe një qenie tjetër e gjallë, që ka shpirt. Pra e ki sevapin dhe shpërblimin shumë të madh tek Allahu xhaleshanu. Njerëzit shkonin te pejgamberi alayhis salam shpesh herë dhe kërkonin ndihmë. Një nevojtar, kur pejgamberi i qellonte diçka, u japte. Por çata është përshkruar pejgamberi kur kanë folur për bujarinë e pejgamberit ka thonë, po vi njëri ka thonë, po vi për një njeri që s'kisht frikë për i varfënisë. Sa shumë probleme na vijnë neve në komunitet në shoqëri për shkak të varfënisë, apo për shkak të garës në dunja. Nuk mjaftojnë vetëm ja dhon hakën në dunjas, po mundohem me dal për te hakut. Dhe pastaj him në hak dikujt tjetër. Kur pejgamberi kishte diçka, i ofron të tjerëve. Ndodhte shpesh herë nuk kishte kurrë. Dhe a dini çka u thoshte njerëzve? Shkoni, në momentin që merrni vesh se mu më ka ardhur diçka, ejani. Mos u ndini keq. Një ditë pejgamberi alayhis salam kishte shku, ishte kthy në familje dhe Hazreti Aisha po i tregon pejgamberit alayhis salam se një dele të cilën e kishin therr, tha erdhën njerëzit dhe ka mbeta vetëm një pjesë e vogël, tha pjesën e madhe e shpërndalla nga mishja e asaj deles. Çka tha pejgamberi, më thaj Aisha mos thuaj ashtu. Thuaj ka mbet shumica e kum dhon pakice. Thuaj ka mbet shumica sepse pejgamberi llogarit atë që njeriu e jep për Zotin. Aja mbetet. Kurse atë që e lën për nevojat veta në favor më harxhohet. Te Allahu nuk hub kurrë. As agjerimi nuk hub. As zakati nuk hub. As sadakatul fitr nuk hub. As ibadeti adhurimi që e bëjmë nuk hub. As doaja nuk hub. As në rrugë dikujt një njeri të panjohur që i ndihmojmë na është ai kurs ne adem për faleminderis, s'kem ndoshta rast më taku. E ndoshta ne e kemi harruar këtë mirësi. Te Allahu nuk hub kurrë.